Problemet me zemrën nuk janë më një shqetësim që lidhet vetëm me moshën e tretë. Sipas mjekut të njohur kardiolog Luter Nuraj, sëmundjet kardiake po shfaqen gjithmonë më shpesh edhe tek fëmijët, adoleshentët dhe moshat e reja, duke u kthyer në një alarm serioz për shëndetin publik. Mjeku thekson se prindrit nuk duhet të neglizhojnë kontrollin e fëmijëve, pasi shumë probleme të zemrës mund të jenë të fshehta dhe të mos shfaqin simptoma të menjëhershme. Jo vetëm të rriturit kanë probleme me zemrën, edhe fëmijët duhet të kontrollohen, sepse disa prej tyre lindin me probleme, ndërsa të tjerë i zhvillojnë ato me kalimin e kohës, shpreh kardiologu Nuraj. Duhet kontrollohet gjithë nga zemra e fëmijë, kjo dihet. Ka me defekte kongenitale të lindura, ka me aritmira, ka me takikardi, ka me lloj problemesh. Pastaj fillon në adoleshenca, që ka ato shpërthimet hormonale të tjera, të cilat influencojnë në zemër, sidomos në ato të përqimit të pulseve të. Ka pastaj mosha më 30 vjeçare, 25 vjeçare, 30 vjeçare që fillojnë pinë alkool, pinë duhan, rëndohen, një njeri dëgjojmë këtu piva 7 birra, 8 birra, 9 birra, 10 birra. Kuptohet çfarë mund të bëjë ky organizëm të marrë gjithë këtë alkool, gjithë atë helm, se janë helme ato gjitha, të cilat edhe heparimërsia nuk i detoksikon dot. Nuk dhe fillojnë pas e me radhë mëlçia, veshka, zemra, mushkëria, gjitha. Prandaj duhet që për mua shkak kryesor është ushqimi i tepruar dhe mos lëvizja, aktivitet fizik, duhet një aktivitet fizik edhe të menduarit, streset edhe këto gjëra. Sipas Nurajt, një grup veçanërisht i rrezikuar janë adoleshentët dhe të rinjt, sidomos ata që bëjnë një stil jete të pashëndetshëm. Abuzimi me alkoolin, ushqimi i tepruar dhe i pabalancuar, si dhe mungesa e aktivitetit fizik, janë disa nga faktorët kryesor që po ndikojnë drejt për drejt në rritjen e problemeve kardiake në moshë të re. Por si mund të kuptohet nëse një fëmijë adoleshent apo edhe një i rritur ka probleme me zemrën? Sipas kardiologut Nuraj, ka disa shenja paralajmëruese që nuk duhen injoruar. Lodhja shpejt gjatë aktivitetit fizik, vështirësia në frymarrje, dhimbjet në krahëror, rajet e shpeshta ose çrregullimet e zemrës, marrëmendja apo humbja e ndjenjave janë disa nga simptomat që kërkojnë menjëherë vlerësim mjekësor. Tek fëmijët shenjat mund të jenë edhe më të vështira për të dalluar. Ata mund të lodhen shpejt gjatë lojës, të kenë mungesë oreksi, të ankojnë për dhimbje krahërori ose të kenë probleme me frymarrjen. Në disa raste, problemet zbulojnë rastësisht gjatë kontrolleve rutinë. Fëmijë që kanë probleme zemrë nga mosha që ka, nëse ka një sëmundje të lindur kongenitale që i themi ne, defekte në zemër, atëherë ka nxirje të buzës, ka dopsi, ka të rrahura të zemrës që i ndjen. Këto janë që detyrojnë që ka vështirësi frymarrje, ka lodhje të shpeshtë kur vrapon, kur gjithë shkallë. Atëherë këto detyrojnë që çon tek mjeku i kardiolog. Specialistët e shëndetit nënvizojnë se parandalimi mbetet arma më e fortë kundër sëmundjeve të zemrës, një ushqyerje e shëndetshme, aktiviteti i rregullt fizik, shmangja e alkoolit dhe duhanit, si dhe kontrollet mjekësore periodike, janë hapa të domosdoshëm për të mbrojtur zemrën që në moshë të re. Në një kohë kur sëmundjet kardiovaskulare po prekin gjithnjë më shumë brezat e rinj, ndërgjegjësimi i prindërve dhe i vetë të rinjve është vendimtar për të garantuar një jetë më të shëndetshme dhe më të gjatë.